Kryeministri italian Matteo Renzi deklaron se do të jetë e pamundur në bisedimet e Brexit që britanikët të favorizohen me më shumë të drejta se vendet e tjera që janë aktualisht jashtë Bashkimit Evropian. Gjatë një interviste për rrjetin britanik BBC, Renzi paralajmëroi se largimi nga Bashkimi Evropian do të jetë një proces shumë i vështirë, por problemet mund të zgjidhen vetëm pasi Britania e Madhe të nisë procedurat zyrtare për largimin nga Unioni. Kreu i ekzekutivit italian deklaroi se Brexit kishte qenë një vendim i keq, por duhet respektuar. British government will decide to open Populli i Britanisë së Madhe vendosi për të ardhmen e tij. Tani ne duhet që të ndërtojmë aleancën më të mirë mes BE-s dhe Britanisë së Madhe për të ardhmen, sepse ne do të jemi miq të mirë për vitet që vijnë. Në të njëjtën kohë mendoj se vendimi mund të nxjisë liderët e BE-s për të investuar në një mënyrë të re për Europën. Renzi theksoi se diskutimet për Brexit duhet të udhëhiqen nga Komisioni Evropian, jo nga individët apo vendet. Sipas tij, pikpyetjet lidhur me largimin e Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian duhet të zgjidhen sa më shpejt që të jetë e mundur.